Të reshurat e shiut në Pollok kanë bërë që lumen të futen në shtëpi dhe bodrume, por për pastrimin e tyre përgjegjësia hudhet nga një institucion tek tjetri. Ministri i Ekologjisë Muhamet Hoxha thotë se obligimi i komunës është pastrimi i lumenjve, ndërsa ministria duhet të ndajë vetëm bllok donacione. Pastrimi dhe mirëmbajtja e lumenjve është në kuadër të ingerencave të cilët i ka komuna. Ministria e Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Aksionar siguron mjete në bazë të programeve të cilët i kemi në bashkëpunim dhe me kërkesë të komunave. Por nga komuna e Gostivarit thonë se edhe në bazë të ligjit lumenjt janë në kompetencë të komunës së Gostivarit në vend të banueshëm dhe rural, ndërsa për ata duhet të kujdeset drejtoria për menaxhimin e ujrave dhe pikërisht në ato pjesë ku nuk janë të kompetencë të komunave lumenjt janë të papastruar dhe shkaktojnë vërshime. Mirëmbajtjen, pastrimin dhe rregullimin e korritave të lumejve, të porojeve dhe vijave tjera që sjellin ujë dhe që kalojnë nëpër qytet i mirëmban komuna, jashtë vendeve urbane, jashtë territorit të banuar ku ka objekte banimi, përgjegjësinë e mban ndërmarrja aksionale për menaxhim me ujëra. Ka ndodhur, vërshimet vinë zakonisht nga periferia. Periferia nuk është e mirëmbajtur, kjo ndërmarrje ka probleme serioze. Ata nuk kanë as makineri, nuk kanë edhe mjete, janë në një kollaps dhe meqense periferia, domethënë jashtë qyteteve, lumet nuk janë të pastruar, ndodhen që pastaj ujërat të vinë edhe në qytet. Mirë, po pjesa urbane e qytetit, veçanërisht ne në Gostivar, vegjetacionin e pastrojmë 2 herë në vit. Edhe nga komuna e Zhilinës ditë më parë bën apel për marrje të masave pasi çdo herë kemi të reshurat të shtuara rreth 50 shtëpi dhe toka në këtë komunë janë në rrezik. Masat duhet të merren jo vetëm nga komuna, por edhe nga institucionet më të larta, për shkak se kompetencat nuk bien vetëm mbi komunën, por lumin vardar. Prej vitit 2010, kur ka shira dhe lumi rrit nivelin e vet, ne kemi dëme këtu, në këtë pjesë. Tash duhet të ndërmarrim masa që mos të përsëritet më kjo skenë. Problem në qytet paraqiten edhe lumenjt e vegjël që shpesh mbushin nga të reshurat në Bjeshk, siç është edhe rasti i lumit në fshatin Poroi, i cili pas të reshurave shkakton dëme të mëdha si në fshat po ashtu edhe në të mbjella.